4 vjet më parë. Integrimi brenda 2030-s dhe dhënia e pasaportës së Bashkimit Evropian shqiptarëve ishte kryefjala e kryeministrit Edi Rama, ndërsa prezantojnë programin e Partisë Socialiste për Shqipërinë 2030. Kreu i qeverisë theksoi se jemi më pranë se asnjëherë më parë për të bërë pjesë e familjes së madhe të Bashkimit Evropian. Sot ne, Shqipëria, kemi në tryezë një plan të dakordsuar me BE-n për të mbyllur negociatat për 2 vitet e ardhshme. Dhe për herë të parë kemi në dorë mundësinë historike, mundësinë reale, mundësinë aktuale që të hymë Bashkimin Evropian. Të hymë tani brenda kësaj dekade, jo në dekade e ardhshme, sepse yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Ylli i fatit tonë është rreshtuar me yjet e fatit të Europës. Dhe po e përsëris, këtë mundësi nuk e kemi pasur kur, sepse për herë të parë nuk kemi vetëm ne që dua të hymë sa më parë në Bashkimin Evropian, por është edhe Bashkimi Evropian që kërkon të na marrë brenda në gjirin e vet sa më parë. Kryeministri nënvizoi se 11 maj është një mundësi për ta marrë këtë pasaport, por njëherësh për t'i dhënë një mesazh të qartë Europës se shqiptarët janë bashkuar për anëtarësimin dhe pasaportën e BE-s. Pasaporta evropiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga i korridori pa radhë, në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është edhe liri qëndrimi në çdo pikë brenda perimetrit të kufirit të Bashkimit Evropian. Nga Varshava në Lisbon, nga Madridi deri lart në vendet baltike, nga Stockholmi deri poshtë në Athinë. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Me pasaportën e BE-s, vajzat dhe djemtë e Shqipërisë do të studiojnë në çdo universitet të Europës me të njëjtat kushte, me të njëjtat tarifa si student të barabartë europian dhe jo me tarifa ekstra dhe as përmes kuotave të ngushta si student të huaj. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të mund të punojë pa leje pune, ku do qoftë, nga Stockholmi në Lisbon, nga Madridi në Varshavë, duke gëzuar të njëjtat të drejta si suedezën në Suedi, si portugezën në Portugali, si polakët në Poloni, si spanjollët në Spanjë, si e duke përfituar edhe kartën sociale të BE-s për të përfituar nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilit do shteti ku gjendet i punësuar apo e punësuar në Bashkimin Evropian. Kreu ekzekutivi të renditi të gjitha përfitimet që vijnë për shqiptarët me marrjen e pasaportës së BE-s nga e drejta e studimit, te barazia e lirive individuale dhe jo vetëm. Në të gjitha këto paga